Ngricat e forta të datave 3 dhe 4 maj kanë sjellë një situatë tepër të rëndë për fermerët e Devollit, duke shkaktuar dëme masive në pemtari dhe duke rrezikuar seriozisht ekonominë e qindra familjeve që jetojnë me bujqësi. Në fshatrat nga Progri deri në Kapshtic, fermerët tregojnë se prodhimi i mollëve, qeshive dhe kumbullave është dëmtuar pothuajse plotësisht, ndërsa shumë prej tyre flasin për humbje që arrin në miliona lekë të vjetra. Në pemtoret e zonës pamja është e zymt, frutat e sapo lidhura kanë rënë në tokë, ndërsa degët kanë mbetur bosh vetëm pak javë para sezonit, kur fermerët prisin të siguronin të ardhurat e vitit. Ata thonë se temperaturat në 0 gradë që në disa zona zbritën deri në -5 gradë, goditën pemët në momentin më kritik të zhvillimit të tyre. Fermeri Ermal Pogoni tregon se dëmi në pemtore është total dhe se investimet e kryera deri tani rrezikojnë të humbin plotësisht. Ai thotë se vetëm familja e tij ka rreth 5 hektar pemtore dhe dëmi ekonomik është shumë i madh. Shqetësimi joni vetëm është se na u bën një dëm në datën 4 maj, që pati një ngric dhe dëmi në pemtore është gati 100%. Siç mund të shikoni, dhe të gjitha mollët janë duke u rrëzuar. Unë kam rreth 5 hektarë me gjithë xhaxhain. Dëmi që mund të kemi tani është 20 milion lekë të vjetra. Ju i keni hedhur këto? Po thuaj se të gjitha shërbimet ja kemi kryer. Megjithatë, edhe pse prodhimi i këtij viti konsiderohet i humbur, fermerët nuk mund të ndërpresin punën në pemtore. Ato thonë se duhet të vazhdojnë trajtimet dhe spërkatjet, përndryshe rrezikojnë edhe prodhimin e vitit të ardhshëm. Sipas tij, situata është e njëjtë në të gjithë zonën e Devollit dhe shumë fermerë po mendojnë të largohen pasi nuk arrin më të përballojnë kostot e larta të bujqësisë. Do vazhdojmë prapë të vazhdojmë me ilaçe sepse duhem mbajtur, kemi ilaç frikë nga sëmundjet e ndryshme që mund të ndodhen. Kjo procedurë bëhet edhe për vitin që vjen? Po. Nëse do t'i lejmë mangut me diçka spërkatje, mund të kemi probleme për vitin tjetër. Dëmi 100% mund ta shikoni, mund të shkoni edhe te pemët, çdo gjë që mund të kapni. Kanë qenë të gjitha mollë, të gjitha mund të bien për. Problemi është vetëm te molla apo të gjitha frutikulturat e tjera? Flasim te mollat, te qershia, te kumbullat, të gjitha. Është e njëjta situatë kudo. Është një situatë është nga Cangonji deri në Kapshtic ky problem. As ne nuk e dim çfarë zgjidhje do kemi tani, çfarë do bëjmë, se ne do vazhdojmë të hedhim akoma lek. Me zgjidhja vetëm është vetëm të ikim diku se këtu më nuk rihet në këtë situatë që jemi ne. Edhe fermeri Medat Rusi flet për një katastrofë ekonomike në të gjithë zonën e Devollit. Ai thotë se dëmet nuk maten më me miliona, por me miliarda lekë të vjetra, ndërsa investimet për çdo dynym janë bërë gjithnjë më të kushtueshme. Rusi tregon se vetëm deri në këtë moment ka investuar miliona lekë në pemtore, ndërsa kostot janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Dëmi në fushën tonë që në Gryke Zëmblakut e Gjerë dhe Kafshtic është bërë me miliarda, jo me miliona lekë sipas parave që mirënin. Kurse sipas investimeve që bëjmë këtë vit, unë për shembull që nuk kam shumë këtë vit, se iku mosha kam lënë, që kam 12 dynym, ka vajtur gjithë tash 7 milion lekë. Ilaçet janë ngritur, çmimi i ilaçeve, nafta ka vajtur 2 fishi. Dëmi është 100%. 100% do kaloj 100% dëmi. Po të veç në fushë nuk gjen nuk u gjen as edhe një kokër mollë. As për të ngrënë do mos kemi, do na zer malli. Ai kërkon mbështetje nga shteti të paktën për të përballuar shpenzimet e kryera deri tani dhe për të ruajtur pemët për vitin tjetër. Shteti nuk ka sufeksionuar as edhe një vit. Kur që duhet sufeksionoj edhe pa patur dëm. Kurse këtë vit të paktën sufeksionoi shpenzimet. Paktën shpenzimet që kemi 1 lekë për mot të shpenzojmë prap. Në fshati Mançurisht, fermeri Gazmorazo thotë se temperaturat negative shkatëruan brenda një nate gjithë punën e bërë prej muajsh, edhe ai tregon se megjithse prodhimi i këtij viti është humbur, fermerët duhet të vazhdojnë investimet në pemë. Mançurish është dëmtuar. 3 hektarë gjysmë nga unë personalisht. Kur u dëmtua? Në datën 3 maj. Pati ulje temperaturash? Po, ulje temperatura ishte në vlera negative, -4-5 gradë. Dhe si shikoni, dëmi është kolosal për ne. Po thuaj se në 100%. Sa i takon shpenzimeve që u keni pasur deri tani? Unë personalisht kam diku 12 milion lekë të vjetra. Nga fermerët më thanë që molla kërkon sërish
të punohet spërkatje. Sepse jemi në majnë, zakonisht deri në mezi qershorit apo fundi qershorit vazhdojmë me spërkatje të rregullta. Për të mbajtur gjethin që të kemi prap lule vitin tjetër. Gjendja është emergjente, është pak a shumë, si të thuash, si në raste përmbytje apo raste tërmeti, kur demi është shumë i madh. Shpresojmë që shteti do na ndihmojë. Ndërkohë kryeplaku i fshatit Mançurisht, Sulejman Meço, konfirmon se dëmet në frutikultur janë pothuajse totale dhe prekin të gjithë zonën e Devollit. Ai thotë se janë njoftuar institucionet përgjegjëse për situatën, ndërsa fermerët presin një reagim konkret. Ne nga brymë që na preku, domethënë duke ditur, duke parë edhe sa është dëmi, mund të jetë mbi 95%. Si dëm në frutikulturë flas. Në gjëra të ndryshme, për shembull, ndonjë qershi, ndonjë ku mund të ketë lënë. Po mbi 95%, 98%, mos themi 100%, po 95% janë të dëmtuar. Problemi unë si kryeplak e kam bërë, domethënë kam folur me ata të bujqësisë, domethënë që sa si qysh tek mund të veprohet, që dëmi është shumë i madh. Se çfarë vendimi ose çfarë kërkesa e çfarë do t'i bëhet ministrisë lart, atë varet në dorë të atyre. Sipas Meços, për shumë familje të zonës të ardhurat kryesore sigurohen nga pemtaria dhe humbja e këtij sezoni rrezikon seriozisht jetesën e tyre. Por atë për fshatin tonë janë kryesisht këto, domethënë mollë, kumbull, qershi. Po qershia është e pak, po kryesisht është mollë që merre. Pavarësisht bimte bujqësore, për shembull, qepë, patate, këto që janë në sasirat të vogla. Të gjithë bashkëfshatarët është dëmi kolosal. Domethënë edhe shpenzimet që janë bërë domethënë nga fermerët është i pa e imagjinueshëm. Fermerët kërkojnë verifikim të menjëhershëm të dëmeve në terren dhe mbështetje financiare nga shteti, pasi sipas tyre pa ndihmë do ta kenë të pamundur të përballojnë sezonin e ardhshëm bujqësor dhe të mbajnë gjallë pemtarinë në zonën e Devollit.